Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kundërshtarin e tij politik se 3 net më parë ka nxjerrë nga burgu Erion Veliajin. Se Erion Velin e arrestoi Edi Rama për ta hequr qafe, për ta eliminuar. E arrestoi me një letër të Anesti Angonit që ju si të keni pa, ajo ishte një pamflet që mund ta shkruash për çdo njeri. E arrestoi dhe e trajtoi në mënyrën më të shnjërzore. Ne shëndzore nga burgu atë, e çuan diku në drejtim të paditur, të kalamendur. Sa është të vërtet, muret e burgut e din këte, por e vërteta është që gosipi i asaj ndërtese këte thot. Pse e thash këte? E thash këte se Edi Rama është i tmerruar nga Erion Veliaj. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha sulmoi kryeministrin si person të lidhur ngushtësisht me pazaret e drogës. Njeriu që ka bërë 140 sa udhëtime me avion taksi për veten e tij, dhe që akuzohet se me këtë avion valizhe diplomatike ka transferuar 100 milion euro të drogës dhe trafiqeve, të bitcoinëve dhe të tjera. Akuzohet se ka transferuar nga ngarkesa droge, që refuzoi Komisionin Hetimor Parlamentar për hetimin e këtyre transfertave, që refuzoi Komisionin Hetimor Parlamentar për të verifikuar të dhënat që thonë se validhe diplomatike të charterit të Edi Ramës janë më numerike se të gjithë kryeministrave europian të marrë së bashku. Berisha foli edhe për kandidatin e opozitës për Bashkinë e Tiranës. Kandidati i pavarur, të cilin zgjedhin, i cili ka ndonë në pavarur, por partitë politike e gjejnë të përshtatshëm për ta mbështetur në interesin më të mirë të qytetarëve, absolutisht, në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Kryetari i Partisë Demokratike ju rikthye edhe akuzave për takimin e qeverisë Rama në Aruba, ku tha se ish sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë është parë në këtë takim.